Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Ty të këllthas o Zot, kështjella ime, mos rri në heshtje, sepse po të mos flasësh ti, unë bëhem një lloj si ata që zbresin në grop. Dëgjoj zërin e përgjërimeve të mia, kur të këllthas ty për ndihmë, kur ngre duart në drejtim të vendit tënd shumë të shenjtë. Psalmi 28, vargu 1 dhe vargu 2. Më pëlqen shumë qëndrimi i Davidit në këtë psalm. Kur e lexoj prap, kuptoj se sa i dëshpëruar ishte ai. Aq i dëshpëruar sa ai e dinte që nëse Perëndia nuk i përgjigjej atij, nëse Perëndia nuk siguron ndihmë dhe mëshirë për të, ai është i mbaruar. Ai është i pa shpresë pa Perëndin. Ty të këllthas o Zot, o kështjella ime, mos rri në heshtje. Lutja është një shprehje e varësisë tonë te Perëndia. Me fjalë të tjera, të lutem më dëgjo, sepse nëse ti rri në heshtje, unë bëhem si ata që zbresin në grop. Nëse ti nuk më dëgjon Perëndi, unë jam i humbur, jam i pa shpresë. Dëgjoje zërin e thirrjes time për mëshirë. Unë po të përgjërohem, kur të therras ty, kam nevojë për ndihmë. Në gjithë këtë ai po thotë, unë jam i fokusuar tek ti, kam nevojë për ty. Nëse ti nuk ndërhyn, unë jam i mbaruar. Kjo është lutja. Lutja është një shprehje e varësisë tonë te Perëndia. Pra nëse i themi Perëndis, Perëndi, kam nevojë për këtë, nuk ja dal dot mban pa ty, nuk ja dal dot mban pa mëshirën tënde, nuk e jetoj dot këtë ditë pa ty jam i mbaruar. Dhe është e vërtet, dua të them këtë thot Jezusi te Gjoni 15 vargu 5. Pa mua nuk mund të bëni asgjë. Asnjë gjë nuk do të jetë e mundur. Ju nuk do të jeni burri, gruaja, prindi, nxënësi apo fëmia që ju doni të jeni. Nuk mund të përjetoni jetën me bollëk që ai mundëson. Asnjë nga këto gjëra nuk është e mundur pa ndihmën dhe mëshirën e tij. Pra është plotësisht e drejtë të vazhdoni të përdorni fjalët që unë përdora në lutje. Ka raste në jetën tonë ku na duket vetja të zgjuar. E di që ka njerëz që po dëgjojnë tani dhe që po kalojnë sfida, prova shumë të forta dhe që ndihen kështu. Mbase po thonë, Perëndi, nuk mund t'ja dal dot pa mëshirën dhe pa ndihmën tënde. Unë të lutem për ndihmë. Por realiteti është që ky duhet të jetë qëndrimi i zemrave tona gjatë gjithë kohës, edhe kur gjërat shkojnë mirë. Gjërat shkojnë mirë fal hirit dhe mëshirës së Perëndis. Ndaj ne duhet të lutemi vazhdimisht për ndihmë dhe mëshirë. Kjo është bukuria e asaj që psalmisti rrëfen në Psalmin 28. Mos rri në heshtje. Unë e di që ti do të më dëgjosh. Kur arrim te vargu 6, ai thot: I bekuar qoftë Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova. Ai e di që Perëndia do të dëgjojë. Ai e di që Perëndia do të përgjigjet. Ai e di që Perëndia do të jetë forca dhe mburoja e tij dhe që Perëndia do ta ndihmojë. Unë dhe ju mund të dimë të njëjtën gjë sot, ndërsa lutemi tani për gjëra të ndryshme në jetën tonë. Ju mund të jeni duke kaluar gjëra të ndryshme në jetë tani. Zot, ne shohim nga ty. I ngrem duart tona drejt vendit tënd shumë të shenjtë dhe tani të themi se kemi nevojë për ty Perëndi. Kemi nevojë për ndihmën tënde, për mëshirën tënde, për urtësinë tënde, për forcën tënde, për udhëzimin tënd, për drejtimin tënd, për sigurimin tënd, për paqen dhe për shpresën tënde. Pa ty ne jemi të mbaruar. Nuk mund të bëjmë asgjë pa mëshirën dhe ndihmën tënde. Ne të lavdërojmë ty. Pa ty nuk mund të bëjmë asgjë, sado e lehtë të duket, as sot, as nesër dhe asnjëherë. Ne nuk marrim dot frymë pa ty, jemi plotësisht të varur nga ty. Ne të lavdërojmë për besnikërinë tënde, të lavdërojmë që e dëgjon zërin e thirrjes tonë për mëshirë, sepse ti je forca dhe mburoja jon. Së bashku ne rrëfejmë, i bekuar qoftë Zoti. Zoti është forca dhe mburoja jon. Zemrat tona kanë besim tek ti. Ne kemi pasur besim tek ti dhe jemi ndihmuar. Ne jemi ndihmuar nga ti. Ne të lavdërojmë për ndihmën tënde në jetën tonë dhe lutemi për atë ndihmë. Perëndi, unë lutem për këto në jetët e të gjithëve që po dëgjojnë tani, që ata të dinë se ti je ndihma e tyre. Dëgjoje thirrjen e zërit të tyre në dëshpërim, që ata të njohin ty si forcën dhe mburojen e tyre, që ata të dinë se ti i dëgjon thirrjet e tyre për mëshirë dhe për ndihmë. Perëndi, ne të lavdërojmë që përgjigjesh në çdo mënyrë që kemi nevojë dhe bekojmë emrin tënd. Zemra jon ka pasur besim tek ti, edhe ne jemi ndihmuar. Të falenderojmë që na dëgjon.
Jezus, ne lutemi për të gjitha këto në emrin tënd, që bën gjithçka të mundur dhe që bën të mundur bashkësinë me Perëndin. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.